Krasniqit. E njëjta ka deklaruar se ka dëshmuar për rastin edhe më parë në polici me njëherë pas luftës. Ista je izjavila da je dala izjavu i u policiji odmah nakon rata. Përkundërshëm nuk i është kujtuar data e dhënies së dëshmisë. Uprkos tome da se nije setila datuma kada je dala izjavu. Duke vepruar në bazë të kërkesës së mbrojtjes së të akuzuarit, Postupajući na osnovu zahteva branioca optuženog, gjykata ishte drejtuar Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë për të kërkuar deklaratën e dëshmitares Nurije. sud se obratio Institutu za ratne zločine na Kosovu da bi tražio izjavu Nurije, svedokinje Nurije. Por në përgjigje të kësaj kërkese, instituti kishte njoftuar se nuk e posedoi një deklaratë të tillë. Ali na odgovoru ovog instituta oni su upoznali da ne posjeduju takvu jednu izjavu. Trupi gjykues me rastin e analizimit të shkresave të lëndës ka vlerësuar se analiziranja spisa predmeta je procenilo da me qëllim të sqarimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, s ciljem potpunog i pravednog izjašnjavanja činjeničnog stanja është e nevojshme rihapja e shqyrtimit gjyqësor për ndërmarrjen e veprimeve shtesë në drejtim të sigurimit të deklaratës së mëhershme të dëshmitares Nurije Krasniqi. potrebno je ponovno otvaranje ovog slučaja za obezbeđivanje izjave svedokinje Nurije Krasniqi. Kjo për faktin se dëshmitaria ka deklaruar në mbetim se pas luftës kishte dhënë deklaratë lidhur me rastin para organeve policore. Ovo zbog toga da je ista pod zakletom rekla da je izjavila da je dala izjavu Para organeve policore. Organima policije. Në këto rrethana, gjykata shman se nuk janë shtëruar të gjitha mundësitë për sigurimin e kësaj prove. Zbog ovih okolnosti sud misli da je nije iscrpio sva prava za davanje pravo. Nuk janë shtëruar të gjitha mundësitë për sigurimin e kësaj prove, andaj është e nevojshme që të kërkohet ekzistimi i saj. Stoga je potrebno da se traži postojanje ovog dokaza Pranë stacionit policor në Pej dhe nën stacionit në Vitomiric, u policijskoj stanici u Peći i u podstanici u Vitomirici dhe sipas nevojës i potrebi edhe pranë institucioneve ndërkombëtare që kanë vepruar në Kosovë pas luftës si UNMEK dhe ULEX. i pri međunarodnim institucijama koje su delovale na Kosovu kao što su UNMIK i EULEX. Në mënyrë që vendimi përfundimtar të mbështetet në një administrim sa më të plotë të provave. Ndërsa po që se gjykata siguron këtë dëshmi Ukoliko sud obezbedi ovu izjavu dhe varësisht nga gjetjet, i na osnovu tih nalaza dëshmitaria Nurije Krasniqi mund të ftohet të dëgjohet përsëri në gjykatë.